pati qendresa në Parlamentin e Deputetëve dhe protesta e datës 22. E jashtëzakonshme, ishte betejë e fituar nga ne rrafshën e drejtës. Rrafshën e drejtës. Tani duhet të betohemi ditën e caktuar të zëmë sheshin dhe të rikthehemi sheshin çdo natë gjersat për zemate. Të mos mendojmë se rruga është dhuna, jo. Rruga është qendresa jonë, sheshi duhet jetë yni dhe Edi Rama iken si mi. Nuk mund të qëndroj aty. Pra, hymë në vitin 2026 me një mision, si misionar, si fatmëdhenj, që kemi mundësi të përmbysim një diktaturë të dytë në Shqipëri. Dhe u jam i bindur se populli opozitar, populli i Manzës, i Durrësit e i gjithë Shqipërisë do të jetë në lartësinë e këtij misioni, lartësinë e shpëtimit të Shqipërisë, të shpëtimit të opozitës, të shpëtimit të kombit shqiptar që po rrokulliset në mënyrën më të keqe. Edhe njëherë gëzuar festat dhe lartësinë e misionit tonë, janari nisim betejën tonë gjerë fitore.